Përshëndetje Mateo, uroj t'jesh mirë. Sot në lëndën e gjuhës shqipe kemi foljet marr, dal, jap në kohën e tashme. Ajo që ne synojmë sot është që të zgjedhojmë foljet marr, dal, jap duke u ndihmuar nga veta e parë. Të shkruajmë një tekst sipas një modeli të dhënë duke përdorur foljet e tipit marr, dal, jap e tjerë. Kujtojmë pak njohurit që kemi marrë për foljen. Folja. Kemi thënë që tregon një veprim. Foljen e gjejmë me pyetjen ç'bën. Është pjesë kryesore e fjalisë. Gjithashtu, foljen ne e zgjedhojmë gjatë zgjedhimit. Kemi kohët e foljes që kemi thënë që janë 3 kohë themelore: e shkuar, e tashme dhe e ardhme. Gjatë zgjedhimit, neve kemi vetat në zgjedhimin e saj dhe tek vetat kemi vetat të numrit njëjës dhe ato të numrit shumës. Gjithashtu, tek vetat e tretë të numrit njëjës dhe të numrit shumës kemi dhe gjinin e foljes. Gjithashtu, foljet kemi thënë që i klasifikojmë në zgjedhime, në zgjedhimin e parë, të dytë dhe të tretë dhe në qoftë se të kujtohet, tek foljet e zgjedhimit të parë kishim të gjitha foljet e tipit punoj, mësoj, pra foljet që mbarojnë me j. Tek zgjedhimi i dytë kishim folje të cilat mbaronin me bashkëtingëllore dhe tek foljet e zgjedhimit të tretë, foljet të cilat mbaronin me zanore. Pra, pak a shumë, këto janë njohurit që neve kemi marrë për foljen. Sot jemi tek foljet marr, dal, jap në kohën e tashme. Kam zgjedhuar foljen marr, unë marr, ti merr, ai, ajo merr, ne marrim, ju merrni, ata, ato do të marrin. Ndryshimi që pëson kjo folje është në vetën e dytë, njëjës edhe shumës. Pra, kemi ndryshimin e tingullit nga a në e. Marr, unë marr, ti merr, ne marrim, ju merrni. Këtë neve do të kemi parasysh gjatë kohës që shkruajmë, pra për të respektuar rregullat e drejtë shkrimit. Këto folje në vetën e dytë njëjës edhe shumës pësojnë ndryshimin e tingullit. Kjo është ajo që ne kemi për sot. Do të punojmë së bashku në ushtrimin 1 dhe 2 në libër. Më pas, ke një detyrë shtëpie që do ta bësh vetë. Mirë dëgjofshi, Mateo.